أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العلي العظيم. Fjala e Allahut të lartësuar është e vërtetuar. Po fillojmë pra të nderuar miq me lutjen. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Selami qoftë për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. O Allahu im, me të vërtet ti e ke zbritur Kuranin. O Allah, madhëroj dëshirat tona ndaj teje. O Allah, bëre Kuranin drit në shikimin ton dhe shërim në zemrat tona. O Allah, na largo brengën dhe dëshprimin nga ne. O Allah, zbukurona gjuhët tona me Kuran. O Allah, zbukurona fytyrat tona me Kuran. O Allah, forcona trupin ton me leximin e Kuranit. O Allah, leximin e Kuranit peshoje rënd në peshoret tona. O Allah, na bëj të mundshëm leximin e Kuranit edhe ditën edhe natën. Dhe na ringjall me profetin Muhammed dhe familjen e tij të mirë, të zgjedhur dhe të pastër. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. E pranofsh. Të nderuar miq, sot do ta lexojmë gjuzin e 12, ku kemi mbetur te surja Yusuf, pra komplet surën që përmban 14 faqe, do ta lexojmë sonte dhe do ta përfundojmë gjuzin e 12, pra pjesën e 12 të Kuranit. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. Surja Yusuf. Përndryshe, kjo sure flet për Yusufin a.s. si dhe ndodhit se çfarë kishte caktuar Zoti për Yusufin, profetin Muhammed, dhe për besimtarët, pa besimtarët, më falni, të asaj kohe
të kohës së Jusufit alayhi salam, paqja qoftë mbi ta, që kanë qenë pra faraonët e asaj kohe. Vazhdojmë. Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Elif lam ra, të rishkronja të Kuranit, të alfabetit arab. Ato janë ajete të librit të qartë, e shpallim Kuranin në gjuhën arabe që ta kuptoni. Ne ty të rrëfim duke të shpallur këtë Kuran më të bukrin rrëfim, edhe pse përpara ti ke qenë indiferent. Kur i tha Jusufi babës së vet, o baba im, kam parë në ëndër 11 yje, edhe diellin edhe hënën e kam parë si më bën sejdë mua. 11 yje, do më thënë 11 vëllezrit e Musës e Jusufit alayhis salam, babai i tij dhe nëna e tij. Kjo pastaj komentohet ëndra e Jusufit, se si ata i ranë në sejdë Jusufit, dhe tani do ta shohim në fund se çka ndodh. Besoj se shumica prej jush edhe keni pa filmin, serialin iranian, Jusufi alayhis salam, që jepet gjatë muajit Ramazan. Prandaj e keni pak të qartë, po ndryshe është kur lexojmë fjalë për fjalë nga libri i Zotit. A i tha, o birim, mos u arrëfe ëndrën tënde vëllëzërve tu, sepse do të bëjnë ndonjë kurth. Djalli s'ka dyshim është armiku i hapët i njeriut. Dhe ja, ashtu Zoti yt ty të zgjodh dhe po ta mëson komentimin e ëndrave, dhe ty edhe familjes së Jakubit u jep dhuntin e vet, siç u ka dhënë më parë të parëve të tu, Ibrahimit dhe Ishakut. Zoti yt një mend është i dijshëm dhe i urtë. Tu pra babai Jusufit i thot mos ja trego këtë ëndër vllaznive tu, por edhe babai i Jusufit, Jakubi alayhis salam, edhe ai ishte profet. Dhe edhe ai e dinte që Jusufi do të jetë i zgjedhuri i Zotit, pra i dërguar i Zotit. Te Jusufi dhe vëllezërit e tij ka argumente për ata që pyesin. Kur ata thanë, Jusufi dhe vëllai i tij janë më të dashur për baban ton se sa ne. Pra Benjamini dhe Jusufi kanë qenë 2 vëllezër prej një nëne, ndërka që Jakubi gjithsej ka pas 12 djem prej disa grave, por te këta 2 djem të më të vegjëlit, para fundit edhe fundit, ka pas një simpati, një dashuri më të madhe, Jakubi alayhis salam, dhe vëllezërit tjerë kanë kuptuar këtë. Kur ata thanë, Jusufi dhe vëllau i tij janë më të dashur për baban ton se sa ne, kurse ne jemi grup i fortë, babai ynë me të vërtet po gabon në haptazim. Mbyteni Jusufin ose shpjerrni dikund larg, e babai juaj do t'u kthehet juve, e pastaj ju do të bëheni njerëz të mirë. Kështu pra u udhëzuan 10 vëllezërit e Jusufit nga shejtani i mallkuar. Njëri nga ata tha, nëse keni vendosur që ta bëni këtë, pra ta mbytni Jusufin, atëherë mos e mbytni Jusufin, por lëshojeni në fund të ndonjë bunari që ta marrë ndonjë karavan. O baba ynë, thanë ata, ç'është me ty që nuk ke besim te ne për Jusufin? Me siguri e këshillojmë, pra na jep Jusufin me neve, mos u brengos, se Jusufi është vllau jon. Këto ishin kurthat e vëllezërve të Jusufit. Dërgoje nesër le të vime ne të zbavitet e të luaj, ne me siguri do ta ruajmë. Do të vi keq, tha ai, nëse e merrni dhe friksohem mos po e han ujku, kur ti shmanget kujdesi tuaj, babai i Jusufit, i thot djemve të tij, si bëhet ta haj ujku, shihni se çfarë grupi fort jemi, i thanë ata, ne atëherë më mirë mos qofshim, nëse na han ujku.
Pasi që e morën dhe vendosën ta hudhin në fund të bunarit, ne I shpallëm. Ti do të informosh për këtë vepër të tyre e ata nuk do ta hetojnë. Dhe në mbrëmje erdhën te babai vet duke qarë. O babai ynë, thanë, patëm shkuar të vrapojmë në gara dhe Jusufin e lam te rrobat tona, por atë e hëngri ujku. Ti nuk do të besosh edhe pse ne të themi të vërtetën. Pra, djemt e Jakubit a.s. Dhe ja sollën këmishën e tij me gjak të rrejshëm, jo, tha ai, në këtë punë u kanë shtyr epshet tuaja, unë kam durim të mirë. Prej Allahut kërkohet ndihmë ndaj asaj si po e përshkruani ju. Dhe erdhi një karavan dhe dërguan ujbartësin e tyre dhe lëshoi kofën e vet si hariq, befasi, myshde bërtiti ai. Ky është një djalosh dhe ata e fshehen në rrobat e tyre, por Allahu e dinte mirë se çka bënin. Dhe e shitën krejt lirë, por për disa grosh, mezi pritnin ta shmangnin, ta largonin këtë djalë, këta tregtar të rrugës. Ai I cili e pat bler ishte nga Egjipti, I tha gruas së vet, bëni qëndrim të këndshëm këtu, se ndoshta na bëhet I dobishëm ky djalë, ose do ta bëj si djalë timin. Pra, ky çifti që e mori në mbikëqyrje, që e bleu Jusufin a.s. si rob. Këta nuk kishin fëmijë, edhe tha, ndoshta edhe do ta bëjmë si djalë tonin. Dhe ja, ashtu ne e vendosëm Jusufin mirë në tokë, për t'ja mësuar komentimin e ëndrave. Allahu thot, Allahu është ngadhnjimtar në punën e vet, por shumica e njerëzve nuk e din. Dhe kur arriti pjekurin, pra Jusufi, ne e pajisëm me urtësi e dituri, ashtu ne shpërblemat atë cilët bëjnë vepra të mira. Dhe ajo në shtëpinë së cilës ishte u mashtrua, prandaj ja mbylli dyert dhe I tha, eja, ruajo zot, tha Jusufi, zotëriu im ka treguar kujdes ndaj meje dhe me siguri të padrejtët nuk do të shpëtojnë. Ajo e pa dëshiruar atë. Edhe ai atë sikur të mos e kishte parë argumentin e Zotit vet, pra e kishte dashur edhe Jusufi, por ai e kishte parë argumentin e Zotit të vet. Ashtu që u bë që nga ai të largojmë të keqen dhe amoralitetin, sepse ai me të vërtet është nga robët tanë të sinqert. Pra Zoti e ka pastruar Jusufin a.s. që mos t'i afrohet amoraliteti, kurvëris pra. Dhe ata të dy vrapuan ka hdera, prandaj ajo I agrisi këmishën nga shpina, dhe afër derës e hasi burrin e vet. Çfarë dënimi meriton ai I cili dëshiron të bëj keq familjes tënde? Gruaja I thot burrit, shiko, gruaja e potiparit shkon edhe ja e kap këtë Jusufin a.s. për shpinë, për këmish të shpinës, sepse dëshironte që në një farë mënyre ta përdhunonte, ta donte me dhunë, ta bonte për veti, ta mashtronte, por kur doli te dera, mu në balë të derës, si e hapi derën Jusufi për me hik prej gruas ti, e pa pronarin e shtëpis, mirë po gruaja e Zulejha, ajo I tha kështu, çfarë dënimi meriton, me njëherë e kthej nga ana e vet, në dobi të veten. Çfarë dënimi meriton ai I cili dëshiron t'i bëj keq familjes tënde? I thot burrit vet, në mos burgosje a dënim të dhemshëm. Demek në mos burgosje, mos vallë në burgosje apo dënim të dhemshëm. Pra janë ndonjëherë përkthimet me rregull semantik aty këtu, pra ka gabime. Ai tha, ajo provoi të më hedh në mëkat, tha Jusufi,
Një dëshmitar nga të afërmit e saj shtoi, nëse këmisha e tij është e shkyer prej anës së parme, atëherë ajo flet të vërtetën, kurse ai të vërtetën, të pavërtetën. Pra, dëshmitari thot, nëse është shkyer këmisha përpara, atëherë kjo gruaja duke u mbrojt për Jusufit që e paska sulmu në një farë mënyre, atëherë kjo e flet vërtetën. Mirë po, këmisha është shkyer nga mbrapa, që do më thonë Jusufi ka hik nga gruaja e Potiparit. Po në qoftë se këmisha e tij është shkyer nga prapa, atëherë ajo gënjen, kurse ai është i drejtë. Dhe kur ai e pa se këmisha e tij është shkyer nga prapa, ai tha, kjo është një dredhie jotja, i tha gruas vet. Dredhia jote është me të vërtetë e madhe. Ti o Jusuf lëre këtë, kurse ti, i tha asaj, kërko falje për mëkatin tënd, se me të vërtet ti ke qenë gabimtare. Edhe gratë e qytetit filluan të flasin. Gruaja e tij, funksionarit Azizit në klapa e ka shkruajt, ka dashur të mashtroj atë djaloshin shërptor. Është dashuruar marrëzisht. Ne mendojmë se ajo është në humbje flagrante. Kanë fillu gratë e qytetit me folë. Dhe ajo kur dëgjoi përgojimet e tyre, dërgoi i thiri dhe u përgatiti një gosti, një nej, dhe secilës prej tyre i dha nga një thik dhe tha, dil përpara tyre, i tha kjo zonja e Potiparit, pra, i tha faraonit, një prej atyre që kanë qenë, në realitet kjo nuk ka qenë faraon, por shërptori i tyre, pra Potipari ka qenë një prej, njerëzve të mëdhenj që kanë qenë me faraonët. Pra, kjo është për çka më keni çortuar, tha ajo. Për një mend desha ta mashtroj, por ai kundërshtoi. Pra, e ka thirrë Jusufin dhe krejt gratë e qytetit për me pa këtë bukurinë e Jusufit që ajo me tregu që unë s'kam mund me majt veten. Nëse nuk e bën atë çka i urdhëroj unë atij, pa dyshim do të burgoset dhe do të jeti pështruar. Robërit e kanë pas obligim me ndëgju pronarin çka ka kërkuar. Për ndryshe e kanë fut në burg. O zoti im, tha ai, Jusufi, më tepër e dëshiroj burgun se sa atë ku më shpijen ato gratë, pra. Dhe nëse ti nuk më largon dredhin e tyre, unë mund të ndijej simpati ndaj tyre e të bëhem ignorant. Dhe Zoti, pra, si e ka lut Zotin, pra Jusufi a.s. Unë mund të më bëj ignorant edhe ti nëse nuk më shpëton, unë mundi me ra në kurthën atyre. Dhe Zoti i ti e pranoi lutjen e ti dhe e shpëtoi nga kurthat e tyre. Ai me të vërtet dëgjon dhe di shumë. Pastaj u ra ndërmend edhe pse i pan argumentet që për një kohë të caktuar ta burgosin me çdo kusht. Bashkë me të në burg ranë edhe 2 djelmosha. Njëri prej tyre dyve tha, kam parë në ëndër, tash do më thonë u vendos që u lut edhe Jusufi, Zoti ta përmosht më i mirë burgu se sa me u përly me një amoralitet, me një gjatë që ajo ma ka kurdis, pra gruaja e Potiparit, dhe shkoj në burg me 2 djelmosha tjerë. Dhe tash kur Jusufi a.s. shkoj në burg, ai atje vendosi rend, drejtësi, tregonte shumë njohuri në burg, edhe aty ku ishte ai predikonte fjalën e Zotit, dhe gjithashtu ja shpjegonte edhe ëndrat e njerëzve, çfarë shihnin ëndra dhe ja shpjegonte, komentonte ato. Njëri prej dyve tha, kam parë një ëndër sikur po shtrydhja rrushin, kurse